Zërat për një ndarje të mundshme mes Brikenës dhe Mateos vazhdojnë të jenë qendër të vëmendjes në rrjetet sociale pas lëvizjeve të tyre të fundit me fshirjen e fotove dhe heqjen nga lista e ndjekësve. Edi Manushi ka treguar gjatë një interviste se kishte pasur një komunikim telefonik me Mateon vetëm një ditë më parë dhe ndau me publikun përgjigjen e saktë që kishte marrë prej tij. Po ta them ty atë që më tha Mateo dje në telefon, flasim për punë, jo për gjëra si këto. Përtej qëndrimit të Mateos për të mos komentuar jetën private, në rrjet po qarkullon edhe një tjetër pistë, ku dyshohet se e gjithë kjo situatë mund të jetë një lëvizje e menduar strategjikisht për të tërhequr vëmendje mediatike. I pyetur nëse kjo teori mund të jetë e vërtet, Edi Manushi u shpreh: "Edhe mundet, por ne nuk flasim për kolegët për gjëra të tilla." Deri më tani as Brikena dhe as Mateo nuk kanë bërë asnjë deklaratë publike për të sqaruar raportin mes tyre, duke bërë që situata të mbetet ende e paqartë për ndjekësit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.